Artikuj të shumë të panë të ekspozuar edhe sot në tregun e madh në qytet, po për dallim nga java e shkuar, shumë nga këta artikuj sot kanë pësuar ngritje të çmimit. Shaban Zeqira, i shitës i Mistrit, tha se çmimet kanë pësuar rritje. Kjo pagun pak, çmimi është i shtrenjtë për bukë. Këta bluhet edhe shesim edhe në për tregj edhe në për markete. Këta i briti nuk ka bo, vitin e kaluar më konë thatësi e madhe. Kështu që ka mungesë, çmimet janë rritë, si tana çmimet. Sa është thesi për shembull? Thesi 50 kg që është vendori është 18 euro. Këta që po vinë për ka vjen nuk e di, po në Kosovë hinë shitet 15 euro 50 kg shi. E kur jemi tek interesimi i vlerësve, Zeqira i bëri të ditur se prodhimin e huaj nuk e marrin, por shpesh çmimi mund të jetë indikator për të marrë prodhimin e huaj. Prodhimin e huaj që to nuk e marrin fort, nuk lakmojnë me marr. Po çmimi ndikon, atëherë e marrin pak punë edhe çmimit. Ky prodhimi jonë është shumë me cilësi më të mirë, po çmimi më i shtrenjtë. Se çmimet sot këtu po ekspozoheshin me rritje, konfirmojnë edhe disa nga blerësit. Madje njëri prej tyre tha se për ne që jetojmë jashtë Kosovës, çmimet janë normale, por për këta që jetojnë këtu, jo. Çmimet janë pak nalta për rrogat e këtushit, mirë, por për neve që jemi në Gërbet janë normale. Edhe këta don mundit madh. Mas keq që jemi me rrogat punëtorëve, se unë jam 54 vjet i kam në Gërbet. Po për këtu më duket shumë nalt. Me rrogat të ushtë, me punë të ushtë është pak e problemshme. Vallaj, shumë shtrejta. Ma zëma kesh për neve, me kaj qëndër është arnohet. Cili produkt ju ranë sy ma shumë që ju duk ma shtrejt? Ta në asë një si këshyra që tash për momentalisht asë një sështë si nivel që kërkon. 3 euro, 4 euro një kilë speca. Që një dorë kep, 1 euro gjysë. Ma zëma kesh. Ta në këtu jenë shumë katastrofale. Tregtarit që takuam në këtë hapësirë tregu sot thanë se shumë shpesh ballafaqohen edhe me rënje të blerësve, e për këtë çështje faktorët janë të ndryshëm, shtuan ata.